Punoi si pastrues në Bashkinë e Vlorës, po isopolifonia e tij hyn në filmin e Christopher Nolan. Historia e artistit të njohur shqiptar Vendim Kapaj është nga torrofime që ndërthur krenarin kombëtare me realitetin e hidhur të jetës artistëve në Shqipëri. Edhe pse është vlerësuar me titull mjeshtër i madh dhe konsiderohet një nga interpretuesit më të sfikatur të izopolifonisë shqiptare. Kapaj sot punon në shërbim pastrimit të Bashkisë së Vlorës për të siguruar të ardhurët e familjes së tij. Emri i tij është rikthyer në qendrën e vëmendjes pasi zëri dhe interpretimi i tij autentik u bën pjesë e kolonës zanore të filmit The Odyssey, superproduksioni i shumë pritur e regjisorit britanik Christopher Nolan. Kapaj, i cili prej afro 5 dekadash i ka kushtuar jetën muzikës tradicionale shqiptare, njihet si mjeshtër i rrallë i fyullit me dhëmbë dhe cules dyare, instrument që përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë muzikore shqiptare. Regjistrimet për kolonën zanore zhvilluan në Vlorë në ambientet historike të qesë të Kus Babait. Për rreth 5 orë, artisti shqiptar interpretoi përballë kompozitorit fitues të çmimit Oscar Ludwig Göransson, i cili ka firmosur muzikën e disa prej filmave më të suksesshëm të Christopher Nolan. Përfshirja e izopolifonisë shqiptare në një prodhim të Hollywoodit konsiderohet një moment historik për kulturën shqiptare, pasi kjo pasuri e mbrojtur nga UNESCO do të dëgjohet për herë të parë në një film me përmasa globale. The Odyssey është adaptimi kinematografik i poemës epike të Homerit dhe pritet të jetë një nga filmat më të mëdhenj të këtij viti. Filmi është xhiruar në disa vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, ku disa skena u realizuan në jug të vendit. Në kast bëjnë pjesë emra të njohur të kinemas botërore, ndërsa muzika e Göransson pritet të jetë dhe të ketë një rol të rëndësishëm në krijimin e atmosferës epike të filmit. Ironikisht, ndërsa interpretimi i tij do të dëgjohet në ekranet e kinemave në mbar botën, jeta e përditshme e Vendim Kapajt bëhet larg shkëlqimit të Hollywoodit. Pavarësisht vlerësimeve dhe kontributit të tij të jashtëzakonshëm në ruajtjen e muzikës shqiptare, është i detyruar të punojë jashtë profesionit në shërbim pastrimit të qytetit për të përballuar jetesën.